Pasi i shpëtoi vetingut nëpërmjet dorëheqjes, ish kryeprokurori i vendit duket se nuk i ka shpëtuar dot institucionit që e kishte nën varësi kur ishte në detyrë, Prokurorisë së Krimeve të Rënda. Me kërkesë të kësaj të fundit, Gjykata e Krimeve të Rënda ka vënë në sekuestro preventive pasuri të paluajtshme në emër të ish kryeprokurorit të vendit Adriatik Llalla me vlerë mbi 800.000 euro. Mes pasurive të sekuestruara është një apartament në qytetin e Durrësit dhe mbi 22 metra katror tokë ar në Tiranë. Këto sekuestro, sipas Prokurorisë së Krimeve të Rënda, janë vendosur si garanci në lidhje me hetimin që ka nisur ndaj ish kryeprokurorit Llalla, i cili akuzohet për fshehje të pasurisë. Fillimisht hetimet ndaj Llallës nisen kryesisht nga Prokuroria e Durrësit, pas dyshimeve se nuk kishte deklaruar të gjitha pasuritë e paluajtshme që dispononte. Më pas hetimi u transferua tek Prokuroria e Krimeve të Rënda, e cila pas veprimeve hetimore të kryera në bashkëpunim edhe me policinë, i kërkoi gjykatës të sekuestronte pasuritë e Llallës si garanci për hetimin e nisur. Ndërkohë vetë ish kryeprokurori Adriatik Llalla, që pas dorëheqjes është larguar nga vendi. Ai nuk u paraqit as në komisionin e apelimit, ku komisioneri publik kërkoi që Llalla të kalonte në veting, edhe pse kishte dhënë dorëheqjen nga sistemi. Burimet flasin se Adriatik Llalla po qëndron në Gjermani, duke u shmangur hetimeve që kanë nisur ndaj tij, ndërsa para vetingut, avokati i Llallës paraqiti një dokument që tregonte se Llalla fliste nga Turqia.